يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى فلما فصل طالوت بالجنود. Kur doli Taluti me ushtrinë e tij, qale inna Allaha mubtaliikum binahr. I tha ushtrisë vet, Allahu subhanahu wa taala ka me ju sprovue me një lum. Faman shariba minhu falaysa minni. Kush pin nga ai lum nuk është prej meje. Nuk është nga radhët e mia. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Kurse ai që nuk pin nga ai lum ujë, ai është nga radhët e mia. Illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi. Ajo që u lejohet me pije është vetëm një par grushta me dy durë çka mundi me marr ujë pe atij lumi. Dhe shëribu min, kur kanë ardhur ai lumi, kanë pije për atij lumi shumica. Illa qalila minhum, veç një pakicë e vogël nuk ka pi. Falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi. Kur janë takuar dy ushtrit, ata të cilët pitën ujë e që e kishin të ndaluar, thanë, ne sot nuk kemi mundësi me u përball me Xhalutin dhe ushtrinë e tij, se ata janë më të fortë se sa na. Dhe janë më shumë me numër. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah. Kurse ata të cilët nuk patën pi ujë, e që ishin të bindur se kanë me taku Allahun ditën e Kiametit, thanë, na kem me fitu, kem min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Se shumë herë grupet vogla të muslimanëve kanë fitue kundër grupeve të mëdha të qafirave. Me lena Allahu subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin. Allahu është me ata të cilët janë durimtar. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Kur u takun dy ushtrit këta të cilët nuk patën pi ujë, bënën dua, thanë, o Allah, na jep neve durim dhe na i forco kombët tona në ndihma kundër popullit pabesimtar. Fehezemuhum bi'idhnillahi wa qatala Davudu Jalut. Dhe fitun muslimanët me lejnë Allahut, dhe Taluti e mbyti Xhalutin, nga se Taluti ke komandant i muslimanëve, të cilin e pa caktu vet Allahu subhanahu wa taala, kurse komandanti i pabesimtarëve ka pas emrin Xhalut. Wa atahu Allahu al-mulk, dhe i dha Allahu subhanahu wa taala Talutit pushtet, wal hikma, edhe i dha urtësi, wa allamahu mimma yasha, dhe ja mësoi atë që Allahu dëshiroi me mësue, wa laula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard. Dhe po mos të mbronte Allahu subhanahu wa taala disa njerëz me disa njerëz të tjerë, kishte me u shkathrua toka. Walakin Allahu dhu fadlin 'ala al-alamin. Po Allahu subhanahu wa taala u bën shumë mirë njerëzimit. Tilka ayatullahi natluha 'alayka bil haqq. Këto janë argumentet e Allahut të cilat u lexohen juve me të vërtetë, o innaka lamin al-mursalin, dhe ti o Muhammed je pejgamber i Allahut. Falamma fasala Talutu bil junud, ata banu Israilet në ditën e kaluar pam se e kanë lutë
pejgamberin e tyre që Allah me aboni pris që do t'i udhëheqte në luftë dhe ai e luti Allahun, Allahu u aqoi një pris i cili e kishte emrin Talut. Kur ka u nis ai me ushtrinë e vet me luftuar kundër pabesimtarëve, i ka paralajmëruar: ne po nisemi në luftë, por gjatë rrugës Allahu ka më na sprovu me një lum, ka me pas ujë dhe uji ka me qenë i ndalum, haram. Kush do që pin ujë në atë lum, nuk është prej ushtarëve të mi. Dhe kush do që nuk pin ujë në atë lum, është prej ushtarëve të mi. Përveç atij që mundet me pije sa një grusht, sa mundet me marr ujë me dy durët e tij të bashkuara. Dhe ka fillu udhëtimi. Koha nxehtë, udhëtimi i gjatë. Ushtarët janë e shtuar për ujë shumë. Dhe kjo në fillim ju ka thonë atyve Taluti, Allahu ka më ju sprovu. Dhe të haltë kemë mërion që këtë shkojnë luft janë ndërshkuan me bo hajgare, aty nuk është hajgare. Aty është vështirë, aty ka sprov, aty ka vështërsi. Edhe në ta këshe pas një fak para 20 vjetëve në e kundë në msheft, në luft del. Në rastet të vështira, dalin pastaj defektet e njerëzve të cilët i kanë pas në imanin e tyre. Kur njerëzit nuk mund është me i kuptue në rahati si cilë është më i devotshëm se tjetri. Njerëzit kuptohen se janë besimtar ose munafikin në sprovat e vështira. Nëse disa munafik janë të stërvitur edhe sprovat pak më të lehta i kalojnë. Ta mërmenja se edhe këta e musliman. Ama, kur të vinë sprovat e vështira, nivelit limitit të fundit, atëre dallohen ata të cilët janë munafik edhe ata të cilët janë besimtar. Kemi me shku në luft, kemi më sprovu. Jenë koha shumë e nxehtë për shkak se komentatorët të Kur'anit janë të pajtimit se kjo ushtri u nis prej Jerusalemit, prej xhamisë të Kudsit, vend i nxehtë, të etun deri në maksimum. Kur pa prit mas të ecë rrugës, më taku me armikun da e shohin një lum me ujë të mirë edhe shumë, edhe të pastër. Ama e proli ka thënë zbëm me pi ujë. Për shkak se kushdo që pin ujë nuk është prej neve. Disa komentator kanë përmend ata të cilët shkojnë luftë duhet me hek dorë për gjithë shkaja që është e kësaj bote në këtë pikë, edhe me hek dorë edhe prej plaçkës luftës e cila në realitet është halal. Për shkak se të shku me morate ka mundësi zbehet nijeti. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith ka thënë kush e merr plaçkën e luftës që i takon 2/3 të shpërblimit i humb në ahiret të luftës vetë që e ka bërë për shkak se ka marrë diçka për asaj lufte. Pra atë kush lufton rrugën e Allahut subhanahu wa taala mos kërkon kurrë tjetër veç kënaqësisë dhe shpërblimit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe ato të cilat i takojnë është mirë me hek dorë mos më marr për shkak se nuk bëhet kurrë për fitimet të kësaj bote. Gjithçka që duhet më bë janë fitimet e ahiretit. Kur kanë shkuar te uji, e prori ka thënë mos me pi. Etja e nivelit nalt. Në islam nuk ka mundësi musliman me fitua kur nëse nuk e respektojnë të parën e tyne. Edhe nëse thot mos pini ujë, mos pini ujë. Mos e zgjidhni të parin e juve të tjetë ahmak, po tjetë i ditër dhe i devotshëm, që i ka frikë Allah subhanahu wa taala. Dhe nëse i ka të gjitha këtë cilësi, nëse ai e shet të arsysh me ujë mos me pi, duhet ujë mos me pi. Sa e përqëto është në qëtë vend, përqëto e kanë zgjedhë muslimant, aje ka borën, aje din çka duhet e çka nuk duhet. I ka këshilltarë të cilët e ndihmojnë, e këshillojnë, e përmirësojnë gjitha, ama populli nuk ka drejt me thonë jo unë e pi, ai nuk pi, se kjo është cilësi e munafikëve. Cilësi e tradhtarëve që i kanë tradhtuar njerëzit të cilët Allah subhanahu wa taala ka caktuar. Çka pritet për atyre mos më tradhtua ata që musliman vetë mirën vesh me zgjedh të parën e tyre që kështu duhet me ndodh
Tash tutje se neve më Allahu nuk na I bën, me thonë që kjo është udhëheci juve, por muslimanët e kanë për detyrë me zgjedhë atë që e shohin se është më I miri I tyre. Kush kanë shku te uji, kanë pi, shumica kanë pi. O s'lejohet me pi, ka thonë për mos me pi, po du me dek, e ta gjojnë arsye, 100 arsye, domi dobia, moshkrit kanë me të pa uje, 100 rrejna e qesin, veç me pi, ama realiteti është urne u kanë mos me pi. Feshribu minhu ila qalile minhum, kanë pije shumica për tyre përveç se një pakic, e kur kanë ardhur na më luftue, s'kan mund me luftu. Pse? Se ke hinë gjëna përpara. Për çata s'mund për çata I shef sot munafik, çu si mërmënia kur fare, hiç ja thonë se s'është e mundshme. Jo s'është e mundshme se je munafik për çata. Ama më kon musliman është e mundshme, edhe muslimanët kanë me fitue. Edhe kanë me qenë grupi I vogël, edhe kanë me qenë me numër më të vogël, edhe kanë me qenë me përgatitje më të vogla, megjithatë kanë me fitue. Besim I munafikëve është në start me menu që s'mujna. Kjo është besim I munafikëve. Jo se ata janë kështu, ata kanë to, kanë ato, po dhe kështu kanë thonë këta. Kjo nuk është cilësi e muslimanëve. Pse kanë thonë këta kështu? Edhe kjo ka një arsye se kanë hinë gjëna më përpara. Kanë pi ujë. Kanë hangër marmeladë, mos me pas lipi e gishtat me marmeladë, I kishin met musliman tamam ç'është duhet. Ama kanë zhyt imanin e tyre, edhe ata s'mujnë. Jo s'mujnë se nuk mund për shkak të nifakut, për shkak të gjunave që kanë bërë. Dhe ne kemi përmend se devijimi kur nuk vjen aty për aty. O keni bërë të zeza përpara se Allah s'kishar devijimi për një ditë. Po keni lëshuar udhën më herët. Pastaj në fund veç u del rezultati, u del nifaku. Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa Junudi. Ja kanë thonë s'mujna, na s'kena, ata janë më shumë, ata janë më të përgatitur, ata janë edhe janë tërheqin fillim. Pse janë tërheq? Se kanë bërë gjëna përpara. Se grupi I vogël që tërheq. Se këta s'kan bërë gjëna, se këta se kanë thyr urdhën e Allahut, se kanë thyr urdhën e përgjithësit, kanë ecë ashtu që ka urdhëruar Allahu dhe kanë fituar. Illa qalile minhum, grupi I vogël ka thonë jo, na kena me fitue. Dhe kanë përmend kem min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan bi'idhnillah, plot grupet vogla të muslimanëve edhe përpara kanë fituar për grupe të mëdha. Se çka është e çuditshme mos me fituar na? Nëse jemi në rrugën e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të gjitha betejat përveç betejës së Hunenit ka pas numër edhe përgatitje më të vogël. Në të gjitha ka fituar. Përveç në betejën e Hunenit që ka pas numër më të madh, përgatitje më të madhe, në fillim ka humb. Fitoret e muslimanëve nuk vijnë nga përgatitjet e tyre, por vijnë me ndihmën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Fitoret e muslimanëve nuk vijnë si rezultat I përgatitjeve të tyre, por vijnë për shkak të ndihmës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kushdo që mbështetet në përgatitjet e tij, kur nuk fiton. Pe muslimanëve në fjalë. Kushdo që mbështetet në ndihmën e Allahut subhanahu wa ta'ala, ai ka më fitu. Wallahu ma sabirin, Allah është me ata të cilët janë durimtar, veç derisa të fitojnë kanë me po të zit e ullirit. Derisa të fitojnë kanë me vujt shumë. Se robët e Allahut subhanahu wa ta'ala, Allahu I sprovon derin në atë nivel sa që në trupat e tyre ma nuk metet gjëna. S'ka më gjëna. E kanë hek gjënat me sprova. Dhe vjen ndihma e Allahut subhanahu wa ta'ala, ose ata shkojnë në xhenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe këta grupi I vogël të cilët nuk kanë pi ujë, kur në përballë me Xhalutin, I cili ka qenë emri I prorit të besimtarëve, kanë bërë dua. Se në luftë përveç përgatitjeve fizike, anës së imanit, rol të madh luan edhe duaja, lutja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para luftës së Bedrit u lut kaq shumë, saqë edhe sahabët janë çudit pse kaq shumë po lutet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kaq shumë ka bërë dua. Këta kanë bërë dua, Rabbana afrigh alejna sabra. O Allah, jepna durim se nuk është kallaj me përballuar të sprova. Wa thabbit aqdamana, forcona komtet tona. Kom aspekti fizik në luftë janë është rol shumë I rëndësishëm.
Wansurna ala al-qawmi al-kafirin, edhe ndihmona kundër popullit pabesimtar. Fazamuhum bi'idhnillah, edhe me të vërtet kanë fituar. Wa qatala Daudu Jalut, dhe në luftë, në zhvillim të luftës së sipër, e prori muslimanëve u ndesh fizikisht direkt me e prorin e pabesimtarëve. Për çfarë tham, atëherë u kondosh e prori muslimanëve më kon fizikisht shumë i përgatitur, se u kondosh më përballë me të parin e qafirave. Wa qatala Daudu Jalut, edhe e ka mbyt e prori muslimanëve e prorin e qafirave, jun përballë një me një. Edhe Allahu subhanahu wa taala pastaj ka dhënë begati, ka dhënë dituri, ja ka dhënë ato të mira të cilat ja ka dhënë, dhe Allahu subhanahu wa taala disa njerëz i mbron me disa njerëz të tjerë, çështu sillet jeta e kësaj bote në mënyrë që mos me synuar veç një racë këtë botën, por i ndon Allahu subhanahu wa taala në masa të përafërta në mënyrë që disa të mbron nga disa të mbron nga disa, dhe kështu me vazhdua jeta deri në ditën kur e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, dhe Allah u bën mirë robëve vazhdimisht, por shumica e njerëzve të nuk e kuptojnë tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq, çto tregime në vetëm disa prej argumenteve që Allah subhanahu wa taala na i ka treguar neve, wa innaka lamina al-mursalin, në ka dëshim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë pejgamber i dërguar i Allahu subhanahu wa taala. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.